Pilafi I vjerës, edhe pse e them pilafi I vjerës, se është një recetë të cilën ma mësoi Vjera kur shkova në Egjipt, për herë të parë edhe e përgatit shpesh se më pëlqen shumë. Është një kup me oriz, edhe një kup me thjerza të kuqja, edhe pse do thjerza të kuqja dhe jo ato kafet, se thjerzat e kuqja janë të ndara në mes, edhe kanë të njëjtën kohë zierje bashkë me orizin. Nëse hidhim ato të tjerat, kafet nuk do zihenin në të njëjtën kohë. I hodha tamerik, kripe dhe piperë, ata I hedhin edhe erza të tjera në Egjipt, po mua më duken pak të rënda nga shija dhe ndaja I hedh vetëm këto. E lëmë me flak të avashtë, e ulim temperaturën që të zije javash avashë, edhe ka një shije fantastike o njerës, del si pilaf me thjerza, po shija është shumë e mirë, edhe nuk kuptohet në fakt të theme edhe brenda që do me thënë që ka thjerza, vetëm që ka një shije të mirë. Në qoftë se keni provuar, provojeni edhe më thoni. Thjerzat e kuqja këtu në Angli gjeni në supermarket kudo që të jeni.